Po, lideri im shpirtëror është Ayatollah Ali Khamenei, për ndryshe ato e kam njohë që nga mosha 27 vjeçare. E ke njohë taku me ta? Jam taku disa herë, po kështu përballë kam pas 3-4 metra në për konferenca. Po dhe që kam pas shumë lider shpirtëror, kjo është të zakonisht, jo, pas Imam Khomeinit vjen ky lideri, sepse ato zgjidhen nga konsensusi i qindra djetarve. Ayatollah Ali Khamenei, për ndryshe është Sejid do në të thotë që është nga loza e familjes. Khomeini është gjithashtu ai ka qenë revolucionari që ka kriju revolucionin islamik pra në botë. Prandaj për mua është vetëm lider shpirtëror, sepse ne si mas Kuranit e kemi obligative të besatohemi dikujt, dhe këta janë nga familja e profetit, nga ne që kemi lider shpirtëror. Khamenei ka familja profetit? Po, është Sejid, me shallat zi janë Sejida. Këta tjertë me dëbardë dhe ata janë djetarë, por nuk janë nga familja e profetit. Shtu që ata neve me qenë lider shpirtëror është shumë një ndjenje e mirë që ta kesh. Mirë po nuk është pa tjetër të jetë edhe lider politik i një personi, sepse lideri im politik për momentin është qeveria Kurti, Albin Kurti, që e favorizoj. Në më thonë, lider politik, edhe shpirtëror të Allah se të kanë gjujt mediat për një kryet ty të banan... Po, prandaj edhe kam, një mu jam e qetë, po për tek Koshia Show kam shumë respekt. Falenderit shumë. Edhe nuk mund ata të mos e pranoj. Shumë falenderit, respekt shumë. Mund të bëj një ndryrë për historinë e Iranit 79-ën? Prandaj është, për mua është lider shpirtëror dhe asgjë tjetër përveç se normal që unë kam ndi një dhimbje, një keqardhje, e kam shpreh në... Nuk je veç ti, falë Altin, se rrallë nuk je veç ti, është edhe Hoxhë Muhamet ka ju dhe që në një farfur me... Po, a i bile ka shkrujt ma shumë, po unë drejtë me thamë... është edhe Hoxha Interu Mustafa Bajrami që... Une tash po frigohëm kosit po I fry se më ka djekë qumshti në zetë. E di që ke mojt burg... Vetëm një sekundë. Falë, puse ke mojt burg të pafajshëm, e di për këtë burg. Vetëm diçka, ndjes. Duhet të... Vetëm ta themi këtë, sepse e kom ndje në shpirt që ta them që Kosova ka një trup të mrekullueshëm të hoxhallarëve. Domethënë, dhe ka një elit hoxhallarësh të pjekur, të cilët janë racional të qëndrimet e tyre, domethënë. Dojmë të më vënë më stavu për temën, se kem tek tema shumë interesante. Doja thoja që siç e njoh fund historinë, dhe mendoj që nuk e njoh fare siç e thonë librat e zyrtar, pasi gjithë librat I shkruajnë fituesit, dhe nuk ka asnjë libër që s'është 100% me gënjeshtra. Unë kam vite që zgjedhët 1% vërtet, le më shumë se 1%. Unë besoj ke libra tjerë, të cilët I gjej, I kërkoj dhe I lexoj, janë ndaluar përgjithsisht në tregun e publik, jo nëpërmjet ndaj censure, po nëpërmjet mosdijes që ekzistojnë këta libra. Unë mund them që në vitin 79 Khomeiinin e solli në pushtet për të rrëzuar shahun, jo për arsye se ishte nevojë e popullit, pavarësisht se shahu ishte një kriminal, por sepse Izraeli ishte shumë në hall në atë kohë, se Irani ishte fuqia më e madhe pro-amerikane e rajon. Dhe për të hequr qafe një konkurrent, sollën Khomeinin me aeroplan të financuar nga lobi jude dhe Mossadi I Francës, e sollën pushtet për të prodhuar një armik të ri, për të bërë gjithë luftra që do bënin lindje mesme. Izraeli është shteti që ka prodhuar të gjithë konfliktet, të gjitha hallet e asaj zone. Ka qenë njëri Izraeli? Po, krimin e polit. Jo njëri Izraeli. Izraeli zgjedh armikun. Ushqen armikun që I duhet. Më të keqin, ndonjëherë më të mirin, si të qelloj, por atë që I duhet për të prodhuar konfliktin permanent. Dhe Irani, në kohën e shahut, ishte aleati më I madh I Amerikës në rajon. Dhe mos harroni një Iran me aq shumë banor dhe me aq shumë naftë. Kush ishte më rëndësishëm, Irani apo Izraeli? Shkatërimi I Iranit, siç është shkatruar çdo vend në atë zonë, është projekti I Izraelit. Dhe arsyeja pse ne kemi këto vende me këto halle, është sepse ne jemi në një botë të rreme, ku lëvizjet që ne shohim janë të gjitha mashtrime, luftrat që ne shohim janë të gjitha të rreme, sepse luftrat e vërteta janë shkatërimi I civilizimit perëndimor. Kishat janë bosh në perëndim, apo jo, në Europë. Pse janë kishat bosh, ndërkohë sinagogat plot?
Aty kuptohet e gjitha. I zbrazën dhe kishat, e shkatruan krishtërimin në Europë, dhe tani lufta më e madhe po bëhet në krishtërimin amerikan. Pse? Sepse këta e shkatruan krishtërimin, sepse janë armiq të krishtërimit. Janë krijuar si një armik i krishtërimit, se nuk janë ata që na kanë treguar në libra, këta janë pas shekullit II, mas Krishtit. Këta nuk kanë lidhje para Krishtit. E tora e gjitha ato nuk kanë lidhje me këta njerëz. Dhe këta u është bërë një gjyq në Francë në shekullin e 13, ku është vërtetuar që kjo ishte një fe kundër krishtërimit. Dhe unë po ta them, krishtërimi sot në Europë i ka kishat bosh, familjet me një fëmijë maksimumi nëse ka familje, ata kanë nga 10 kalamaj dhe sinagogat plot. Kuptojeni lojën kush ishte që. Nëse marrim një anasjelltas të flasim ato çka